Përveç kolonave të gjata në bulevardin Cvetan Dimov, i njohur si Çajirçanja, probleme lëvizjen kanë edhe këmbësorët, pasi trotuari është i zënë nga veturat. Qytetarët e Çajirit çdo ditë po përballen me këtë kaos trafiku në bulevardin Cvetan Dimov. Për zgjidhjen e këtij problemi paralajmërohet projekt nga komuna e Çajirit dhe qyteti i Shkupit. Edhe para se të jetë projekti gati, kryetari i Shkupit Gjorgjevski tha se do të fillojnë me shpronësimet e shtegut për të mos humbur kohë. Plani urbanistik, siç tregoi, do të bëhet me zgjerimin e rrugës, ku do të ketë shteg për biçikleta dhe trotuar për këmbësorët. Ги разгледувавме и останатите варианти. Уште во предизборието, кои што подразбираат некој друг стил и начин на работа и изведба на булеварот. Не е возможно и од финансиски аспект, но и по генерален урбанистички план не е возможно тоа да го направи. Единствен излез, односно реализација конечно на Цветан Димов е проширувањето кое што треба да го направиме. Përveç Jaja Pashës që do të ketë 2 korsi të reja, kryetari i Çajirit Izet Mexhiti paralajmëron edhe rregullimin e rrugëve të tjera. Pra atë që kemi premtuar ta bëjmë për 4 vite, si duket në Çajir do realizojmë në vitin e parë. Ju shihni që veç kemi filluar rrugën për Ferit Murati, do fillohet rruga Makedonska-Kosovska Brigada ose Mitat Frashëri. Jemi në përfundim të Dijonit të rrugicave dhe për ta rregulluar rrugën kryesore të Dijonit dhe duke dalë në rrugën Cvetan Dimov apo rrugën e Pashës, e cila do ketë dështohet për 2 korsi. Ndryshe, projekti për bulevardin Cvetan Dimov pritet të dorëzohet deri në fund të vitit në qytetin e Shkupit nga komuna e Çajirit, e më pas nga qyteti do të shpallin procedurë tenderimi.